Ka nisur procedimi penal për nënën e alkolizuar që dyshohet se ka keq trajtuar foshnjën 5 muajshe në Vlorë. Ngjarja ka ndodhur në datën 14 mars në lagjen Pavarësia. Në njoftimin e policisë, thuhet se i mituri ndodhet në kujdesin e shërbimit të qendrës sociale në Vlorë. Nis procedimi penal për shtetasen HL 37 vjeçe banuese në Tiranë, pasi në datën 14/3/2025 dyshohet se ka keq trajtuar foshnjën e saj 5 muajshe. I mituri ndodhet në kujdesin e shërbimit të qendrës sociale në Vlorë, ndërkohë po punohet për trajtimin e mëtejshëm të rastit në fjalë, thuhet ndër të tjera në njoftimin e policisë. Për sa i përket ngjarjes, 37 vjeçaria e alkolizuar ka përplasur në tokë fëmijën e saj 5 muajsh. Nëna ka qenë në kushtet e dhëura nga alkooli, ku ka përplasur disa herë në trotuar foshnjën. Për ngjarjen në fjalë janë lajmëruar policia e Vlorës, teksa kur forcat e policisë kanë ndërhyrë pasi kanë mbërritur në vendngjarje për t'i marrë foshnjën, ajo ka kundërshtuar edhe më pas me forcë efektivët. Pasi ja kanë rëmbyer foshnjën nga duart, efektivët e policisë e kanë shoqëruar në spital. Fatmirësisht, ai nuk ka marrë dëmtime në trup edhe pas skanerit që i është kryer, i cili e ka konfirmuar diçka të tillë. Edhe nëna për disa ditë ka marrë ndihmë mjekësore në spital, pasi ka qenë në gjendje të rënduar psikologjike dhe gjithashtu ka konsumuar në nivel të lartë alkool. Policia e Vlorës e ka referuar tashmë dosjen në prokurori, e cila pritet të vazhdojë hetimet.